në SBA, do me thënë këta if you are in town, we meet with you, duhet të takon të zyrtarët Departamentit Amerikan. Sa herë që Berisha vinte në OKB ose Fatos Nano, lideri socialist, janë takuar me Albrightin, sekretarën e shtetit të asaj kohe, dhe kanë marrë mesazhe të qarta nga Washingtoni. Natyrisht që Rama ka ndruar për një vizitë në Shtëpinë e Bardhë dhe duke dashur të ofrojë sa më shumë për te miliardave të falurve në Sazan, ideja e kampeve të mëdha me palestinez ose çdo gjë malinje e tij. Ai shet çdo gjë për të qëndruar në pushtet. Departamenti Amerikan i Shtetit ka qenë i ftohtë, ka dhënë 2 sinjale, por takimi i të ngarkuarës me punë me ministrin e Brendshëm ka 2 pamje. Pra një dikë që e pjesë e garës, zgjedhjeve, ose është vazhdim i takimit të zyrtarit të lartë të drejtësisë me ministrin e Brendshëm dhe Dumanin, si dhe kreu i informacionit shqiptare Shikut, takim me drejtorin e CIA-s dhe me kreun e inteligjencës Tasli Gabbard, ose në gjuhën nga ajo është më origjinë Borzilok Gabbard. Dikur shqiptarët kanë qenë të organizuar, shqiptar-amerikanët. Dhe këtë e Dimir Nano, i cili ka qenë në Shtëpinë e Bardhë, pjesë të ftuarve nga Ballkani për të hyrë në NATO, në kohën që ishte Dick Cheney, dhe kanë qenë me qindra ose mijëra shqiptar, të cilët protestuan duke rrethuar Shtëpinë e Bardhë me banderola Nano Ik. A e meriton Rama këtë qëndrim nga shqiptarë amerikanët? Apo ne duhet të jemi më të butë ndaj zyrtarëve që vinë këtu duke mos treguar egërsinë e politikës shqiptare në Amerikë? Por kjo ngjet dhe me lider të tjerë. Vizita private nga Ballkani nuk është vetëm Rama, por çdo zyrtar i lartë, qoftë ministër, qoftë deputet, që ka një pasaport diplomatike, sa po zbret në JFK, nga pas ka FBI, atë zyrë që dikur drejtonte John McGonigal. Personi që në dosin e tij me 8.000 faqe, ka me 10 mbas 100 faqe nga përgjimi me Ramën, i cili ka arritur të kompromitoj, të korruptoj një nga zyrtarët e lartë të FBI-t. Urdhri ekzekutivi i presidentit Trump është i qartë për Kashia Patelin dhe Ndon Xhinën për të rihapur dosja McGonigal. Këtë radhë, si herën e fundit, Rama ka marrë privatisht shofer dhe limuzina amerikane, sepse përpara 2 vitesh kur e ndaluan në JFK mbi 1 orë të FBI-t, shoferët shqiptar e dekonspiruan. Megjithatë e garantoj zotin Rama që nga burimet që kemi, ne do të marrim vesh çdo gjë. Si fakti që po e deklarojmë që ai javës tjetër do të jetë në New York. Ç'po ngjet nga Departamenti Amerikan i Shtetit? Rubio, mbasi ka kaluar në Kongres strukturën e re të departamentit, pret që të miratohet nga Kongresi, dhe aty do të shikojmë qëndrimin e ri të politikës amerikane me shpresë që të ndikojë dhe atë pjesë të vogël të Ballkanit ku është Shqipëria. Natyrisht që e kam thënë, duhen kontakte fizike, jo me lobist, sepse lobistët kanë krijojnë dhe do të krijojnë shije të keqe në departament. Funksionojnë për fotografi me donacione për kongresmen dhe senator, shumë e vështirë tek Departamenti Amerikan i Shtetit. Natyrisht që politikën amerikane lojtarët politikë Ballkanit nuk e njohin. S'ka se si.
është e vështirë. Në këtë përplasje të madhe që bota ka sot me luftën në midis Ukrainës dhe Rusisë, problemet e Ballkanit, problemet e Shqipërisë dhe të Kosovës janë periferike. Në qoftë se do të ishte e vërtet ajo që thonë ata dashnorët e Partisë Socialiste në Europë, për ai presidenti që e rref e shoqja në dyert avionit, apo Gjermani që nuk bën koalicion me djathën për shkon me të majtën, apo ai Partisë Punës në Angli, do të ishte e vërtet që do të niste lufta e tretë botërore, edhe në qoftë se sulmet e aktorit mediokër Zelenski do të ishin aq katastrofike ndaj Putinit, ai do të kishte nisur luftën e tretë botërore, por nuk ndodhi kështu. Ai po shkon për bisedime në Stamboll. Elita e BE-s, ata që janë me Ramën, dhe Rama është me ta, duan që ta thithin grep Trump. Tjetë Trumpi ai që të nisë luftën e tretë botërore. Europa nuk ka shanse kurse shumë e dobët. Putini nuk është idiot, ka pësuar shumë dëme, janë 1 milion të vrarë, të plagosur dhe që kanë humbur në luftime. Trump është i zgjuar. Edhe pse e kërcënoi Putinin që do të kemë sanksionet mëdha, kanë folur 75 minuta. Dhe në deklaratën që tha, u duk sikur i ka lënë një vizë të Putinit, i cili tha do të hakmerem për ndërhyrjen e Ukrainës. Por sot, pra, në datën 5 pritet një telefonat midis Trump dhe presidentit kinez Xi. Këta janë dy aktorët kryesorë. Vjen me njërë mbas vizitës Bill O'Reillyt në Kinë, i cili ka luajtur rolin e Kissingerit, mesazheri Trump, dhe siç na ka thënë, kur është kthyer, ka folur në telefon gjysmore. Bill i thotë që nuk është se kjo telefonat u bën nga unë, por mbas 2 orë seminar që pata me 12 zyrtarë të lartë të politikës kineze, erdhi ky reagim. Ishte një femër në takim dhe 11 zyrtarë të lartë partisë. Jo të gjithë flisin anglisht, tha Bill O'Reilly, por çuditërisht Byroja politike kineze ka dashur që Trump të fitonte president. Me Bidenin e shikonin si njëri dobët, dhe ata thonë që do të bëjmë biseda dhe marrëveshje tregtare. Janë 1.5 miliard vetë që duhet mbahen me bukë. Dhe Trump mund të sqarojë përsëri presidentin kinez që duhet ndalur Irani për armët bërthamore, sepse në qoftë se Irani ka armë bërthamore, ata mund ta hedhin një kundra Izraelit dhe po hoth një ti e di. Dhe dëmi i madh bëhet për ty. Për Kinën. Shi është i zgjuar. Edhe unë personalisht shpresoj dhe kam besim se do të gjehet gjua midis Trump dhe Shi. Nga pollet për popularitetin e Trump, në Real Politics e nxjerr 48%, Rasmussen 50%, Atlas Poll, e mbani mend që ishte vetmi poll që nxirrte fitues Trump dhe Senatin, dhe ne si Fokus kemi thënë, Atlas Poll nxjerr që 54% të amerikanëve nuk mbështesin presidentin Trump. Them se ky është realitet. Natyrisht që duket sikur ekonomia po shkon më mirë, por mbas disa viteve është muaji i parë që sektori privat nuk krijon numër të madh punësimesh, mbase në 10 vitet e fundit. Kjo është një këmban në alarmi. Me çrregullimet e firmosura nga Trump, ka marrë një lloj rritje ekonomia në GDP, janë ulur çmimet e energjisë dhe papunësia vazhdon te 4%. Përplasja e Musk me Trump ishte sepse për 10 vjet ligji që Trump kërkon të kaloj, Beautiful Bill, do të shtonte uhas kombëtare edhe $2 trilion. Pra kursimet që bën Dodge i Musk janë qesharake. Dhe ai ka dalë haptas. A do të ndaloj do të Musk Beautiful Bill të Trump?
nuk besoj. Trump i kontrollon me dorë të hekurt si Kongresin edhe Senatin. Problemi për mua është ky që senatorët janë një grup lakejsh që nga pas ka kompleksin industrial të luftës, të cilët duan luftë. Duan që Trump të hyjë sa më thellë në luftë. Luftat mos ndërpritet në Ukrainë. Luhen miliarda, mbase triliona dollar. Kanë rënë në peshën e kompleksit industrial ushtarak kancelari gjerman, ai Gagareli Francës që e rreth gruaja me shpulla, i dashur i Ramës ton. Pije për Italisë e di që ekonomia e saj nuk mund të mbështesë dot shpenzimet mëdha ushtarake, ndërkohë që NATO në takimin e radhës, summitin e Hagës, ka ftuar dhe Zelenskën. Pse? Dikush mund të thotë që është ftuar dhe kryeministri i Japonisë dhe Australisë. Putin i kërkon të mos hyjë në NATO dhe në justifikimi i Ukrainës mos t'i ngrejnë lavde dhe të flasin me superlativa për ato figura që kanë mbrojtur nazizmin gjatë luftës dytë botërore. Të ketë një zonë të demilitarizuar, të mos ketë trupa të huaja, të ulet numri ushtrisë, sepse faktikisht ushtria e Ukrainës është më e fortë se e Gjermanisë dhe Polonisë sot. E armatosur, por dëmet janë shumë të mëdha. Ajo që ndodhi me avionët bombardues bërthamor në Siberi, por edhe me urën e Krimes, tregon që agjenturat e huaja të faktorëve politik që kërkojnë të fusin në gratë Trump janë aktivizuar. Pra Zelenski ka karta në dorë e kundra asaj që thoshte Trump. Do t'jap në fund njëherë pjesën e intervistës ambasadorit Biden. Kam pasur mbrëm në fokus një rrëfim e rrisjell dhe njëherë nga Shkëlqim Fana, ish futbollisti i shquar i Partizanit, i cili është dënuar me 20 vjet burg dhe ka kaluar thuajse 17 vjet për një krim të pakryer. Kjo është Amerika. Siç ka suksese, ka dhe njerëz që në çastin e gabuar, në vendin e gabuar, përfundojnë dhe në burg, dhe burgjet nuk janë aq të lehta, është e vështirë të mbjetosh. Ju kujtoj në fund që në fund të emisionit këtu në YouTube ju lutem abonohuni te kanalin YouTube, subscribe, është for free, sa më shumë subscriber, aq më e madhe mundësia e sponsorëve. Ju përshëndes. Kudo në Shqipëri.